Se shkëlqyeshme e vitit të tretë të gjimnazit 25 maj në Tuzë. Ka 2 vite që bukuria e saj vlerësohet në shtëpinë e modës Elit, si dhe në konkurset e bukurisë të zhvilluara në Malsi. Ajo vitin e kaluar u shpall Miss Malsia, kurse këtë vit do të përfaqësojë Malsinë në Miss Albania. Të ish e bukur është një dhunti fizike e trashëguar ose shpesh themi e falur nga natyra natyrale. E tillë është Ena Beqaj nga Tuzi, një vajzë e qeshur, e ëmbël dhe me një bukuri përradhore. Bukuria e saj është vënë në dukje që kur ishte fare e vogël. Çdo njeri që e takonte vlerësonte bukurinë e saj dhe sugjeronte që të ndjek spektakle të ndryshme bukurie apo të hyjë në ndonjë shtëpi mode, ku bukuria e saj do të vihet në pa. Me ndihmën e familjes dhe me një mbështetje dhe përkrahje të madhe të shoqërisë, edhe pse ishte akoma e paritur mirë para 2 vitesh, konkuron në shtëpinë e modës Elit në Podgoricë, ku nga 500 vajzat konkurruese nga Mali Zi, ajo përzgjedhet në mesin e 30 finalisteve dhe nga këtu fillon rrugën e bukur të modelimit. Që kur isha vogël më pëlqejnë konkurset e bukurisë, dhe më pëlqejnë emisionet e modës, dhe shikosha më shumë vëmendje në televizion. Për herë të parë u prezentova në shtëpinë e modës Elit në Podgoricë para 2 vitesh. Çfarë mësove atje? Nëse jeni marrë atje gjatë asaj kohe? Aty mësove gjërat elementare për modele, po. Në verë është mbajtur Miss Malsia. Ju konkurruat aty dhe u shpallët Miss Malsia. Ç'mund të na thoni për këtë? Kur fitova ftesën për konkurrim në Miss Malsia, ishte gjëre bukur të mendoj se do të konkurroj, sepse nuk është gjë e lehtë të konkurroj me të gjitha të varzët e bukura nga Malsia, siç janë ka. Dhe po, nuk e kom prit vendin e parë, normal. Dhe jam ka shumë emocionuar dhe gëzuar këtë gëzime kam nda me shoqërinë, që kam pa të cila më ka për krah dhe cila se faleminderoj shumë dhe familjes me veçanti. Si të konsideron shoqëria pas këtij çmimi, do thot, pas vetë faktit që fituat Miss Malsia? Shumica shoqëri më thrashin e Missi, që mu dukte shumë interesante dhe e kam marrë me modësi, por une edhe kom qith me mbet Ena si që me ka njoft shoqëria. Do thot Ena nuk ka ndryshuar, është përsëri e njëjta. Ndoshta Missi që mbrit publikisht, por veç jam hala ajo Ena thjesht. Gjastinës së verës në Malsi u mbajt Miss Malsia, ku konkurruan vajzat nga Malsia dhe diaspora. Në mesin e tyre gjindej edhe Ena Beqaj, vajza me një fytyrë të qeshur dhe plot ëmbëlsi, e cila do fitoj simpatinë e jurisë dhe publikut dhe do shpallët Miss Malsia. Pas shpalljes së Miss Malsia, Ena do të jetë gjithnjë më tepër e kërkuar që të reklamojë firma të ndryshme në Malsi me bukurinë e saj që posedon. Me kam fituar në shumë firma të reklamoj, dhe në kohën e fundit e kem realizuar një kalendar me një film këtu nga Malsia. Sa të pëlqen fusha e modës dhe cilat janë ato top modelet të cilat ju adhuroni më tepër? Më pëlqen shumë kjo fushë dhe shoqëria është një gjë që më nxit dhe me shtyr më të shkoj te ky drejtim, dhe me sa një jam Malsia e vogël kem shumë top modele nga këtyna, ashtu që do të përmes veçëm do nga Malsia, si që është Emina Çunmuljaj, Tika Ivezaj, Aferdita Dresha dhe të tjera. Ndërkohë nëse do mbahet këtë vit Miss Albania, juve do na përfaqësoni sepse ju jeni Miss Malsia, do përfaqësoni Malsinë në këtë konkurs të bukurisë që zhvillohet në Shqipëri? Nëse u mbajti ky konkurrim dhe nëse mu la rasti, me gjithë kënaqësi do të prezantoj Malsinë. Ajo është në vitin e 3 të gjimnazit 25 maj në Tuzë. Është nxënëse e shkëlqyer, adhuron gjuhët e huaja, në veçanti anglishtën. Tani për tani është përkushtuar vetëm shkollës dhe në një të ardhmë të afërt do të përfaqësojë bukurinë e vajzave nga Malsia në Miss Albania. Ndërsa asaj përket modelimit, këtë fushë e adhuron dhe mbase një ditë do të jepet rasti që të merret me këtë drejtim, ku ne i dëshirojmë shumë suksese.